Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur ditën e sotme, për të ndarë me ju lajmet më të fundit, ngjarjet më të fundit dhe për të komentuar rreth diskutimeve që në fakt po bëhen në rrjetet sociale për fenomenin Mimoza Ahmeti. Janë të shumta komentet që thuhen për të, do me thënë flitet që Mimoza nuk do t'jetë fituese e kësaj ferme, flitet që Mimoza do të largohet dhe përjashtohet nga ferma në një kohë që askush realisht nuk e pret, por pyetja më e madhe që ne adresojmë kundër të gjithë njëri tjetrit është se çfarë në të vërtet po ndodh me fenomenin Mimoza Ahmeti, do me thënë pse gjithë këtë vëmendje, nga ku po vjen gjithë kjo vëmendje, nga ku po vjen i gjithë ky përkushtim për Mimoza Ahmetin. Unë mendoj që ferma VIP dhe Arbana Osmani, në këtë rast edhe Eduarti, nuk e kanë ftuar kot Mimozën. Para se Mimoza të bëhet pjesë e fermës, para se Mimoza të bëhet pjesë e asaj shtëpie, unë jam i bindur, jam super i bindur që Mimoza ka treguar të kaluarën e saj, ka treguar jetën e saj. Në thelb ka folur për vështirësitë e saj, të cilat ne na duken të pabesueshme, na duken të paimagjinueshme, na duken të pakontestueshme. Nuk jemi mësuar që të dëgjojmë një jetën e një artistit kaq të vështirë, nuk jemi mësuar që të dëgjojmë sfida kaq të mëdha tek një artist, do të thënë na duken drama të pa imagjinuara, na duket një film, e tëra kjo na duket një film realisht. Por në thelb, Mimoza, për mendimin tim, diti të tregon vlerat e saj. Unë them që Mimoza nuk mori dashurinë e publikut nga dëmshuria, jo. Mimoza mori dashurinë e publikut nga sensi i humorit, sepse në momentin që Mimoza hyri në fermë, që në ditën e parë dhe ne shikonim një grua që dhuronte energji pozitive, ne shikonim një grua që dhuronte humor, ne shikonim një grua që jepte adrenalin, publiku nuk e duar trokiti dhe nuk e deshti këtë fenomen, për faktin sepse ka treguar që ka vuajtur, do me thënë që të mos i dramatizojmë gjërat. E deshti sepse ajo ishte e sinqert, ishte e vërtet në mënyrën se si ajo u soll, në mënyrën se si ajo e përzgjedhi që të jetë pjesë e fenomenit ferma VIP. Dhe duke qenë e sinqert, unë gjithmonë them, ti mund të shndrohesh në fenomen, e ke mundësinë që të japësh vlerën tënde, dhe mendoj që pikërisht në moshën në të cilën është Mimoza Ahmeti, tregoi vlerat e saj. Pastaj këtu mund të vëmë edhe zinxhirin të ngjarjeve që Mimoza në fakt tregoi vështirësi, që Mimoza në fakt tregoi dhimbje, që Mimoza në fakt tregoi tmerre, gjëra të cilat vetëm Mimoza Ahmeti diti t'i tregoj në ferma VIP. Do me thënë, tregoj një kalvar të gjatë vuajtjes që unë nuk dëshiroj në asnjë mënyrë që ta dëgjoj nga goja e një artistit, sidomos kontribues në sferën më të çmuar që ne kemi, sferën e dijes. Por fatkeqësisht, realiteti tregoi tjetër gjë, realiteti foli ndryshe dhe e vërteta e Mimozës ishte krejt tjetër dhe mua për këtë gjë sinqerisht më dhëmb jashtëzakonisht shumë Mimoza dhe më vjen shumë keq për Mimozën dhe për rrugtimin e saj. Tani, pyetja që më së shumti mua më vjen, ndikuar edhe nga intervistat që japin ish banorët, duke treguar të vërtetat e produksionit, duke treguar pakënaqësitë e tyre. Tani ne dëgjojmë vetëm njërin palë, nuk kemi dëgjuar palën tjetër. Do me thënë, për të marrë një vendim të plot duhet dëgjuar të dy palët, duhet dëgjuar të dy qëndrimet, duhet dëgjuar të dy këndet, që do me thënë të merret përfundimisht vendimi dhe të kuptohet se çfarë në të vërtet po thuhet. Në këtë rast, do me thënë, unë shoh një anë edhe një karakter, do me thënë, të Mimozës, e cila është e përgatitur për këtë rrugtimin, do me thënë ajo është përgatitur për të hyrë në fermë. Çdo ditë ka një strategji të re, çdo ditë ka një strategji që i mbyt dhe i gjuan në tokë të gjithë ato banorë të cilët luftojnë për të qenë në vëmendje në këtë rrugë, do me thënë çdo ditë i shkatron fenomeni Mimoza dhe në këtë rast unë shoh një Mimozë e cila me patjetër dëshiron që me vërtetësinë e saj të bëj spektakël në
aspektin e ndihmës së produksionit, por edhe në anën tjetër në aspektin e ndihmës së vetes së saj. Dhe pikërisht kjo gjëja, do me thënë e bën mimozën që të jetë e favorizuar, do me thënë që të jetë në qendër të vëmendjes. Dhe mua në fakt më jep një lloj mbështetje shpirtërore ky fenomen që unë shoh një artiste të madhe, siç është Mimoza, e cila merr dashuri të pakontestueshme nga publiku shqiptar. Unë ja uroj me zemër, sinqerisht kur them ja uroj me zemër Mimozës që të jetë në qendër të vëmendjes. Unë jam shumë i bindur që Arbana dhe Eduardi nuk do të bëjnë lëshime, nuk do të bëjnë gabime që Mimoza Ahmetin, do me thënë ta lënë në balë, që Mimoza Ahmetit nuk do t'ja japin fitoren. Nga të gjitha informacionet që kam unë dhe jam munduar, do me thënë, të siguroj informacionet të sakta nga brenda produksioni, kam arritur të kuptoj që produksioni vërtet e vlerëson jashtëzakonisht shumë Mimozën. Do me thënë do t'i qëndron besnik në të gjitha dimensionet dhe në të gjitha format fenomenit Mimoza, dhe në këtë rast, do me thënë Mimoza do t'jetë fituese e Ferma VIP, do me thënë do t'jetë në qendër të vëmendjes në Ferma VIP. Dhe për këtë gjë, mua më duket Mimoza Ahmeti një personazh me shumë peshë, më duket një personazh me shumë vlera dhe më duket një personazh që realisht do t'jetë afatgjatë edhe pas përfundimit të Fermës. Se çfarë avantazhi do t'i jepet Mimozës, unë e di që për post çmimit 200.000 euro që Mimoza do merr, do ketë edhe oferta në vazhdimsi në televizionin Vision Plus për ta mbajtur normal ngritur dhe kauzën dhe qëllimin për të cilin Mimoza Ahmeti ka hyrë në Ferma VIP. Linja e Mimozës në momentin që do të vendosë që do të tregohet, do me thënë është një linjë e cila do të trazoj gurët shqiptar, sepse pikërisht një artiste me vlera kaq të mëdha, pikërisht një grua me vlera kaq të devotshme nuk është vlerësuar. Dhe mosvlerësimi kundërdrejt kësaj gruaje e ka bërë këtë grua që në fakt do me thënë të jetë të ul atë nivelin e saj deri në pikën 0, të shkoj të punoj edhe për një rok më të vogël, vetëm e vetëm të siguroj një të ardhme më të mirë. Do me thënë, unë shoh një Mimozë e cila ka luftuar gjithmonë për të qenë në piedestalin të cilin fatkeqësisht nuk i është dhënë nga pjesa jashtme dhe po i jepet nga producentët e Fermës VIP. Në asnjë mënyrë Mimoza nuk do del nga Ferma, Mimoza mund të humbën një sfidë, Mimoza mund të bie në tokë nga një sfidë, por për t'u përjashtuar Mimoza Ahmeti nga Ferma, kjo gjë nuk diskutohet në asnjë mënyrë, përkundrazi do me thënë do të ketë një suport të jashtëzakonshëm. Kjo është analiza që unë e bëj për Mimoza Ahmetin.